Mirëdita të gjithëve. Shqipëria fiton. Fiton kundër Serbisë në shtëpinë e saj. Ky është momenti kur Rej Manaj shënon golin e fitores në minutën e 46. Është një fitore madhështore dhe kjo është shenja më e bukur në botë me shqiponjën dy krenare. Dhe e përgatita këtë sepse më bëri përshtypje diçka. Gjithë Shqipëria feston sepse gjithë rrugët e Tiranës, gjithandej bile edhe vetë Rej së bashku me ekipin festojnë, sepse kjo është një fitore madhështore drejt me ëndrrën, drejt kampionatit botëror. Tani nuk ishte vetëm një fitore për kampionatit botëror, sepse falë këtij zotërisë këtu Silvinjos, që bëri diçka që nuk e kishte bërë më përpara, pra ai bëri një taktik tjetër, ndryshoi taktikën në minutën e fundit dhe askush nuk e priste. Ndaj dhe për të gjithë është një fitore, një surprizë e madhe fitores dhe që të gjitha mediat botërore flasin pikërisht për këtë. Dhe le ta festojmë edhe ne, ta shpërndajmë këtë video për fitoren ndaj Serbisë në shtëpinë e saj. Fitore nga të gjithë anët. Hajde, një duartrokitje për këtë zotërin këtu dhe për kombëtarët shqiptare dhe për të gjithë djemt që ishin madhështor gjatë ndeshjes. Më falni që nuk mund të isha atje, por i përshëndes që të gjithë dhe që të gjithë juve. Ndajeni këtë informacion, ju përqafoj. Kalosh një ditë bukur.